Po në Shqipëri, drejtues të Ministrisë së Mjedisit shprehën shqetësim mbi mosfillimin nga puna të impjantit të ri të trajtimit të ujrave të zeza të zonës turistike të Shirokës në brigjet e liçenit të Shkodrës, një investim ky i rëndësishëm i mbështetur edhe nga donatorë të huaj. Korrespondenti ynë Pullum Sulo përgatiti kronikën në vazhdim. Megjithëse nisi të ndërtohet rreth 3 vite më parë, impjanti i trajtimit të ujrave të zeza për zonën turistike të Shirokës ende nuk ka nisur nga puna, ndonse punimet për ndërtimin e tij përfunduan disa muaj më parë. Ky impjant është pjesë e një projekti më të gjerë të financuar nga qeveria shqiptare, ajo gjermane, zviceriane dhe austriake, dhe që synon mes së tjerash mbrojtjen e liçenit të përbashkët të Shkodrës. Zëvendës Ministrja e Mjedisit Diana Beko thotë se mosvënia në funksionim e këtij impjanti dëmton efektivitetin e këtij investimi të rëndësishëm në mbrojtje të biodiversitetit të liçenit të Shkodrës, por edhe popullatës që zhvillon veprimtarinë e saj përgjatë brigjeve të tij. Impjanti i trajtimit të ujrave të zeza për Shirokën nuk është futur akoma në funksion. Këto janë impjante të decentralizuara, të cilat kanë si qëllim të grumullojnë dhe të trajtojnë një pjesë të vogël apo siç janë fshatra turistike. Ky projekt akoma nuk është finalizuar, nuk është marrë në dozim nga Bashkia Shkodër, nuk është marrë në konsiderat tarifa e përpunimit të mbetjeve dhe për këtë arsye me sa duket nuk ka akoma një koordinim dhe bashkëpunim të mirëfillt mes kompanisë që ka punuar për këtë impjant dhe Bashkisë Shkodrës. Sipas kryeinspektorit shtetëror të Mjedisit, pyjeve dhe ujrave për qarkun e Shkodrës, Edmond Tërthorjas, problematike paraqitet situata edhe për ujrat e zeza të qytetit të Shkodrës, të cilat prej vitesh vazhdojnë të derdhen në zonën mes liçenit dhe lumit Buna në mjediset e mbrëmshme të qytetit, duke shndruar kështu në ndocin më të madh të këtij territori. Sigurisht Shkodra është problem si qytet, se mas shumë vite nuk ka ala një trajtim ujrave të zeza, por ka një tip pak një filtrim, por prapë është një pjesë shumë e trishtueshme për qytetin e Shkodrës, sepse prapë derdhen atë pjesë që kanë gjithmonë si në kohën e mëparshme. Edhe zëvendës Ministra e Mjedisit pohon se situata është problematike dhe se ministria po punon me donatorë të huaj në këtë drejtim. Ministria e Mjedisit është në tratativa me donator për të implementuar dhe për t'i dhënë Shkodrës impjantin e trajtimit të ujrave të zeza për Bashkinë e Shkodrës, sepse ajo konsiderohet mbetje përqendruar për ekosistemin e liçenit të Shkodrës dhe mendoj që shumë shpejt ne do të kemi rezultate pozitive. Ndërkohë, Ministria Shqiptare e Mjedisit së bashku me Ministrinë Malazeze të Bujqësisë, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave janë në përfundim të fazës përgatitore për nënshkrimin e një marrëveshje të re dypalshe për mbrojtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të liçenit të Shkodrës, një pasuri kjo e përbashkët natyrore që ndahet mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Marrëveshja synon të sigurojë mbrojtje të njëjtë, të integruar dhe zhvillim të qëndrueshëm të liçenit të Shkodrës sipas standardeve të Bashkimit Evropian dhe në interes të dyja palëve ndërkufitare. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.